Hej, përshëndetje. Sot duhet të flas në lidhje me energjinë, sidomos për ata persona që meditojnë, por edhe ata që nuk meditojnë dhe kanë dëshirë të fillojnë të meditojnë. Kush është arsyeja e meditimit? Meditimi ka të bëjë me lidhje që ne të qetësojmë sistemin ton nervor, ku që sistemi jon nervor është shumë i rëndësishëm. Siç kemi thënë gjithmonë që është ai që ushqen gjithë organet tona. Pra, që nga koka, pra nervi vagus fillon edhe përcjell të gjithë informacionin në çdo organ të trupit tonë. Atëherë ne kujdesemi gjithmonë për ushqimin, kujdesemi për pamjen fizike, kujdesemi, bëjmë sport, por ajo që ne nuk i është kushtuar vëmendje ndër vite, të paktën vetëm në kulturën aziatike kanë qenë këto, por në kulturën europiane dhe ndërkombëtare absolutisht jo. Atëherë është harruar gjithmonë sistemi nervor që është shumë i rëndësishëm. Dhe sot zgjodha të flas për meditim, për energjinë. Pse? Sepse energjia është e ndarë sipas filozofisë yin yang ose le të themi spirituale, shpirtërore. Ata e ndajnë energjinë në dy. Anën e majtë që është energjia femërore edhe ka të bëjë me të shkuarën, dhe ana e djathtë që është energjia mashkullore dhe ka të bëjë me present time. Energjia mashkullore është njeriu i ka të dy energjitë, kjo është e gjithë ideja. I kemi të dyja energjitë. Çështja është sa të balancuara janë këto energji në trupin tonë. Sepse tek njëra mund të dominojë më shumë e majta, por tek një person tjetër mund të dominojë e djathta, atëherë ideja është që ne ti mbajmë në balancë. Dhe duhet të dimë çfarë pengon, çfarë bllokon energjinë mashkullore dhe çfarë pengon energjinë femërore. Atëherë, energjia mashkullore është sipas filozofisë spiritualiste ka të bëjë me veprimin. Pra, sepse mashkulli është gjithmonë guximtari, është ai që guxon, edhe ne duhet të sa të gatshëm jemi ne, sa të predispozuar jemi ne për të vepruar. Për shembull, në rastin konkret kur ti gjendesh në një tension, gjendesh sa ke ti dëshirë për ta tejkaluar veten tënde, do qëndrosh në këtë tension. Për shembull, jeta të ka dhuruar një sfidë, po përballesh aktualisht je duke u përballur me një sfidë, edhe ideja është do të zhytesh në këtë sfidë apo do të veprosh për të tejkaluar veten. Nëse ti vendos të zhytesh në këtë sfidë, atëherë ti je duke e disbalancuar energjinë tënde mashkullore, gjithashtu edhe femëroren, sepse ti fillon edhe thërret emocionet nga e shkuara. Sepse ideja është që nëse ne gjendemi për shembull të bllokuar, ose një shembull tjetër mund të jetë për shembull ke një qëllim dhe ke dëshirë që të kesh një biznes tëndin, por ke shumë frikëra që të pengojnë për ta tejkaluar këtë. Dhe ti nuk guxon sepse frika të tërheq edhe nuk ke fuqi për të guxuar, për ta krijuar këtë biznes. Ideja është që ne duhet të veprojmë. Si duhet të veprojmë? Qoftë edhe të krijojmë një plan biznesi, pra ta studiojmë, të këshillohemi, të marrim një ekspert, ta vendosim në jetë këtë qëllimin ton, pra t'i japim jetë, ta vëmë në lëvizje, si puna frymarrjes, kur ne marrim frym, trupi jon zgjerohet. Dhe ti kur e nxjerr, fillon dhe të kurret, dhe ti më pas fillon edhe trupi yt të rilind. Pra, këtu nuk kemi një perfeksion. Kjo është një lëvizje. E njëjta gjë është edhe ekzistenca jonë. Pra ne jemi një lëvizje, nuk jemi në perfeksion. Dhe lëvizja kërkon që ti të veprosh. Dhe nëse ti vepron, atëherë ti ke filluar të vendosësh në punë energjinë tënde. Pra energjinë tënde, le të themi atë mashkulloren, që ka të bëjë me guximin, me veprimin, me logjikën, me vendimarrjen, me mbrojtjen. Pra fuqia më e madhe kur ti për të mbrojtur veten tënde apo për të marrë vendime është pikërisht ana e djathtë. Ndërsa ana e majtë ka të bëjë me intuitën, është më e butë, është më e rregullt, më e pranueshme, ka intuit, ka ndjeshmëri. Dhe
Pra, mashkulloria ka të bëjë me veprimin dhe femëroria është intuit. Shpeshherë po të vësh re shumë persona, për shembull, mund të kenë një blokad në anën e majt, për shembull, mund të jenë të mërzitur, le të themi. Dhe kjo mërzitje ose zemërim ose lodhje është pikërisht në organet si për shembull mëlçia, tëmthi, stomaku. Pra, ideja është që kur ti mërzitesh, po ta vësh re, ti nuk guxon për të i kaluar veten tënde, që këtë mërzitje ta anashkalosh. Edhe ti mërzitesh dhe bie në atë habitatin, në atë zonën ku ti nuk guxon. Dhe në këtë rast themi që energjia mashkullore nuk është e aktivizuar. Dhe po ta vësh re pastaj, ti do të fillosh edhe nuk do kesh më objektiva të qartë për veten tënde. Nuk do të kesh një disiplinë se çfarë ti dëshiron gjatë ditës që të bësh. Pra, të ngrihesh në mëngjes herë, të kesh një orar të caktuar, të bësh një teknik frymëmarrje, një meditim, më pas të shkosh në palestër, të mbash gjatë ditës një regjim ushqimor që ti të ndihesh mirë por ta bësh me dashuri, jo duke gjykuar ato ushqim. Të marrësh përgjegjësi nëse përballesh me një sfidë, të fillosh të kryesh lëvizje fizike, pra si thash, të shkosh në sport, por edhe të bësh një ecje në natyrë. Edhe kjo ka të bëjë me kur ti energjinë tënde mashkullore e ke të balancuar. Ose për shembull rasti konkret kur ty të lëndojnë, kur ty të ofendojnë, kur ti prekesh, sa i gatshëm je ti të vendosësh kufi të shëndetshëm që personat përballë mos të lëndojnë më, që vlerën tënde të brendshme mos ta prekin. Pra vlera jote e brendshme të mbetet e pandryshuar. Dhe kjo ka të bëjë me vendosjen e kufive të shëndetshëm, qoftë në shoqëri, qoftë në familje, qoftë në rrugë. Pra, ideja është që ne të vendosim kufi në një vete shumë të lartë, të qetë, pra të mbrojmë veten tonë, të përdorim fuqinë tonë për të mbrojtur veten tonë, të përcaktojmë kufit që mos të lejojmë të tjerët të na lëndojnë, por jo duke u lëritur, gjithmonë e kam thënë me vesh në gisht, me gishtat në vesh, por edhe jo duke reaguar, por duke treguar që kjo gjë që ti sapo bëre mua nuk më pëlqeu. Ose për shembull ti ndjen në shtëpi dhe ndjen që nuk ke dëshirë të ulesh në tavolinë, të darkosh apo drekosh me familjarët e tu, dhe në ato momente ti kërkon të shtrihesh dhe të marrësh kohë me veten tënde. Atëherë kjo është një vendosje kufi. Pra, në vend që ti të ulesh, sepse trupi jot të thotë unë dua të shkoj në dhomë dhe të relaksohem, të qetësohem pak, dhe ja thua në mënyrë shumë të qetë dhe ata të mirë kuptojnë, ose në rastin kur ata nuk të mirë kuptojnë, do të thonë, po ne të pritëm për darkë, ti si nuk na respekton ne të ulesh në tavolinë, dhe ti vendos thua, mos t'ja prish qefin, po ulem dhe po darkoj me ata. Atëherë, ky është një mos respekt ndaj vetes, mos vendosje e kufirit të shëndetshëm ndaj vetes. Ti këtu ke filluar të lëndosh veten tënde, sepse e bëre një herë, do ta bësh 2 herë, pra pra është përsëritur dhe fillon të bëhet një zakon dhe më pas të bëhet një patern dhe më pas të identifikon ty si individ që nuk ke fuqi të mbrosh veten tënde dhe të je gjithmonë më pas i orientuar nga personat e tjerë, por brenda vetes ti ndihesh i lënduar, por ti këtë gjë nuk e kupton, sepse kjo mund të ketë ndodhur në fëmijëri
dhe ti e ke marrë më bazë gjatë gjithë jetës tënde. Ose mund të ketë ndodhur edhe në adoleshencë, apo edhe në një formë, edhe kur je i rritur, sepse emocionet e njeriu fillon të njohë emocionet në moshën 25 vjeçare. Atëherë fillon të vetëdijsohet. Dhe prandaj thuhet edhe nga ana biologjike që trupi i njeriut është gati për të kryer, për të krijuar ose për të sjellë në jetë një person tjetër, sepse ti je dhe nga ana emocionale e përgatitur. Këtë e kam mësuar në biologji. Fuqia jon për të mbrojtur veten ton ka shumë rëndësi. Dhe e mbrojmë në formën më të butë, duke vepruar, duke lëvizur dhe veprojmë me energjinë mashkullore, me forcën e energjisë mashkullore, e përdorim, marrim guxim dhe vendimmarrje, dhe në anën tjetër me butësinë dhe rrjedhshmërinë e ndjeshmërinë e energjisë femërore i komunikojmë këto kufi. Që dhe veten tonë mos ta lëndojmë, edhe palën përballë mos ta lëndojmë, dhe në këtë rast kemi mbrojtur mjedisin tonë të brendshëm. Pra nëse ne përdorim këtë lloj forme, këtë lloj paterne, ne do të jemi gjithmonë të qetë, sepse nuk do të gjykojmë veten që reagova me agresivitet, nuk do të gjykoj veten që nuk respektova veten time, por do jem e qetë sepse veprova në një vete shumë të lartë dhe i dhash vetes time në ato momente atë çfarë ajo po më kërkonte. Sepse shpeshherë mendja, trupi dhe zemra janë komplet të ndryshme dhe zemra. Pra, trupi mund të kërkojë në ato momente një qetësi, por mendja mund të thotë, sa do kisha dëshirë që të darkoja, të haja. Por trupi do të thoshte, sa kam dëshirë të qetësohem, të futem në krevat dhe të relaksohem me veten time. Atëherë, jepi vëmendje trupit tënd, sepse ka një arsye pse po ta kërkon. Dhe lëre mendjen në një format tjetër, më të qetë. Pra, energjia mashkullore dhe ajo femërore duhet të ushqehen në formën më të balancuar. Pra, ne duhet të kemi në jetë të vendosura, ose më saktë gjatë ditës duhet të kemi vendosura objektiva shumë të qartë. Siç e thash, dhe një disiplinë shumë të butë dhe konstante, e pandryshueshme. Duhet të kemi vendime konkrete, të pathyeshme. Nuk mund t'i thyejmë vendimet tona. Kur ne të kemi marrë një vendim, duhet t'i qëndrojmë deri në fund. Duhet të bëjmë lëvizje fizike, ushtrime, ecje në natyrë, ecje ku të duash, të marrim përgjegjësi. Duhet të marrim përgjegjësi. Të marrim përgjegjësi ndaj vetes. Të veprojmë në mënyrë shumë të shëndetshme, pra të vendosim kufi të shëndetshëm, dhe kur emocionet nuk janë shumë perfekte. Energjia femërore ushqehet nga bukuria, nga krimtaria, nga lidhjet emocionale, nga intuita, nga pushimi, nga butësia, nga një zë i butë, pra i qetë, nga ndjenja e sigurisë, pra të ndihesh i sigurt. Dhe është shumë e bukur energjia femërore, por duhet i mbajmë të dyja të bashkuara, pra energjinë femërore dhe atë mashkullore. Dhe duhet i mbajmë të balancuara, dhe balancimi vjen për shembull kur ne veprojmë, por në formë shumë të qetë.
Pra veprojmë në formë shumë të qetë. Kemi një strukturë dhe kemi një intuit. Kemi një disiplinë dhe kemi një ndjenjë. Pra disiplina me një ndjenjë të lartë, struktura me një intuit, jo iluzion, veprimi me qetësi, jo me reagim. Pra veprojmë në mënyrë shumë konstante, shumë të qetë, shumë paqësore, jo në nxitim, sepse kur ne veprojmë në nxitim, trupi jonë fillon dhe të disbalancohet. Nuk ka fuqi genet tona për të prodhuar energjinë, për të prodhuar proteinat që i duhen trupit tonë. Pra gjithmonë, edhe nëse ne për shembull jemi duke shkuar në punë dhe atë ditë do të vonohesh, është më mirë të vonohesh, merre si përgjegjësi, thuaj e pranoj këtë gjë, e pranoj që unë po shkoj në punë dhe po vonohem. Dhe nuk fillon të gjykosh veten, fillon të ecësh me ritmin tënd, pa vrapuar, më mirë 10 minuta me vonesë apo në gjysmë ore me vonesë, dhe herën tjetër fillon vendos një objektiv për ta ndryshuar, që ti mos të fillosh dhe të shkosh rregullisht në punë me vonesë. E njëjta gjë edhe për fëmijët në shkollë. I mëson rrugën se si të korrigjojnë gabimet e tyre dhe i mëson rrugën që gjërat bëhen në qetësi dhe jo në vrapim. Sepse ne nuk e kuptojmë, por duke vrapuar, ne lëndojmë veten tonë, lëndojmë trupin tonë. Trupi ynë nuk ka fuqi të përballojë ritme të forta, agresivitetin, reagimet, ulërimat, streset, emocionet e ulta, zemërimet, inatet, nuk ka energji trupi jon për të përballuar të gjitha këto gjëra. Nuk ka. Pasigurin, ndjenjën e pasigurisë, të frikës, të fajit, të gjykimit, të kritikës, të kontrollit, të trishtimit, të zemërimit, të inatit, nuk ka. Trupi jon ka nevojë që të veproj, pra trupi jon vepron kur është në paqe, atëherë karikohet në energji të lartë, kur është në qetësi, kur është në dashuri, kur është në gëzim, kur është në lumturi, kur është i sigurt, kur është i mbrojtur, trupi jon bën mrekullira. Trupi jon bën mrekullira. Dhuroj trupit tënd dashurinë, paqen, qetësinë, dhe ai do të bëjë mrekullira për ty. Ai do të ofroj atë që ti nuk e ke imagjinuar, sepse që ai do të ta ofroj. Kur ne jemi në gjendje paniku, do të ndihesh i dembelosur, do të ndihesh i lodhur, do të ndihesh i pafuqishëm. Si do ta tejkalosh veten? Energjia jote mashkullore në këtë moment është bllokuar fare. Të duhet fuqi për të vepruar. Duhet ta tejkalosh veten. Duhet i japësh një komand vetes dhe t'i thuash: a zgjidh gjë unë duke qëndruar i lodhur, duke qëndruar i dembelosur, duke qëndruar në dyshim, duke menduar, duke sjell energjinë e emocioneve të ulta, pra ti lidhesh me të shkuarën tënde, me energjinë femërore, lidhesh dhe sjell emocionet e të shkuarës tënde. Dhe ti panikosesh, ke një super disbalancë. Atëherë, a do doje ta shikoje të dalësh para pasyrës dhe të shikosh veten tënde në atë lloj gjendje? Vizualizo veten tënde të lartë, për shembull, kush është një nga format që ti do të dëshiroje ta shikoje në ato momente? Fshije nga pasyra komplet atë person që është i lodhur, i dembelosur, dhe thuaj: kush është vetja ime më e lartë? Çfarë bën vetja ime më e lartë? Vepron, sille energjinë mashkullore dhe fillo të lëvizësh, fillo të veprosh në mënyrë konstante.
Çfarë do donte vetja ime më e lartë të bënte në këto momente? Çfarë dëshironte të krijonte? Kush është ëndra e vetes time më të lartë? Kush është qëllimi? Kush është qëllimi? Të dalë dhe të bëj një video të flas për dijet që unë kam fituar dhe kam ndier në trupin tim për shembull? Kjo mund të jetë një rast? Apo të dalë me shokët që më kanë ftuar për kafe? Patjetër, do dalë me shokët që më kanë ftuar për kafe, sepse po më respektojnë, kanë dëshirë që të më kenë pranë. Atëherë do t'i bashkohem në kafe. Nuk mund t'i gjykoj dhe t'i kritikoj se si janë ata. Sepse ata nuk e dinë, nuk njohin veten e tyre për shembull të lartë, por janë të lënduar, le të themi. Por shikoj anën pozitive. Ata janë persona që më kanë dëshirë të dalin kafe me mua. Atëherë po shikojnë diçka të bukur tek unë dhe ti pranon të dalësh në kafe me ta. Pa i gjykuar, pa i kritikuar, por duke qenë mirënjohës që ke miq dhe po të ftojnë për kafe. Apo ke dëshirë sot të lexosh një libër. Atëherë, ose më saktë, ke kohë që e ke vendosur por nuk je ulur. Fillo ulu, lexoj 10 faqe, 10 faqe libër. Sepse këtu është kur ti fillon të te kalosh veten tënde, nga gjërat më të vogla tek gjërat më të mëdha. Pra, fillon lexon, nuk po them 10 faqe, po edhe 5 të lexosh sot. Se pastaj avash do të bëhet 10, 20 e 30 e do lexosh në muaj 30 libra, duke i studiuar. Apo do fillosh të veprosh, për shembull mund të fillosh edhe të regjistrohesh në një kurs tenisi, apo një instrumenti muzikal, apo një kurs zhvillimi personal, për të çliruar gjithë të shkuarën tënde, për të frymëzuar, për të krijuar një vete të lartë. Atëherë kjo është fuqia e energjisë maskullore. Këtu është momenti kur ti e liron shpirtin tënd, e liron trupin tënd, sepse trupi yt ka qenë i kurrur. Pra ideja është, e kam përmendur edhe në video tek vetë mjeshtërimi, tek fuqia e brendshme jonja. Atëherë kjo fuqi ka qenë e bllokuar, sepse ne gjithmonë kemi pritur që të orientohemi nga një person. Pra, rasti konkret dëshiron të ndryshosh punë, por pret një mik që të ta gjej këtë punën dhe ti nuk fillon të guxosh, përgatit një CV. Mbaj gati atë CV-n dhe fillo të kërkosh në faqet e duhura ku listohen të gjithë punët dhe fillo të dërgosh. Dhe kur e dërgoj me një qëllim të caktuar. Pse po e bën? Pse dëshiron ta ndryshosh punën? Pse po e zgjedh pikërisht atë punë? Dhe fillo të japësh intervistë pa frikë, duke qenë i sigurt për gjithë eksperiencën që ti ke marrë tek kompania e parë dhe dëshiron të shkosh te kompania Y e dyta. Por ti përdor gjithë fuqinë tënde për të vepruar dhe për të guxuar. Por pa i gjykuar, çfarë do lloj rezultati që do marrësh nga kjo intervistë, ti nuk gjykon as veten dhe nuk tërhiqesh edhe nëse ti merr përgjigje negative. Nuk tërhiqesh, por vazhdon dhe përsëri vepron. Sepse diçka e mirë po vjen, pas çdo pengese ka një zgjidhje. Është shumë e rëndësishme kjo energjia maskullore, është shumë e rëndësishme, prandaj dhe është quajtur në të tashmen, sepse ka të bëjë me veprimin, me aktivitetin, me atë çfarë je ti duke bërë. Ti mund të kesh lexuar, studiuar, pa fund të kesh dije, po për çfarë e ke bërë? Për çfarë e ke bërë? Rasti konkret, unë jam një nga personat që jam marrë me zhvillim personal. Dhe kam mbi 3 vite që kam studiuar, pra jam dhënë me mishe me shpirt gjithë ditën time. Jo vetëm nga ana teorike, por edhe praktike. Edhe në mënyrë individuale. Dhe një ditë i bëra pyetje vetes, për çfarë më duhen të gjitha këto dije mua? Kur unë dal dhe takoj shumë njerëz dhe i pëlqen energjia ime, atëherë pas ka një mesazh këtu. Që unë që kam një frymëzim për njerëzit. Atëherë unë pas kam këtë potencial, këtë dizajn. Zoti më pas ka ofruar mua këtë gjë. Krijuesi më pas ka dhënë mua këtë. Atëherë, le të filloj dhe ta shpërndaj. Le t'i shërbej. Kujt do t'i shërbej? Ashtu siç mua më shërbyen. Pa fund intervista që kam dëgjuar në YouTube, pa fund libra që kam lexuar,
në fillim më dukeshin të pakuptueshme, sot i lexoj në mënyrë vertikale. Trajnime pafund që jam regjistruar. Përse i pagova të gjitha këto trajnimet? Përse i ndoqa? Dakord për veten time. Po përse vazhdova më tej? Atëherë, ky është një nga veprimet e mia që unë duhet të bëj për shembull, që bëra. Fillova dhe guxova të dal dhe të flas. Pra, nuk më pengon asgjë për të dalur për të folur, ishte thjesht një ndjenjë frike që më mbante të tërhequr nga mbas. Një ndjenjë frike, një emocion i të shkuarës, që nuk ishte çliruar sepse kisha frikë se do të gjykohesha, kisha frikë se do të kritikohesha, kisha frikë se do të kontrollohesha. Po që rëndësi ka? Unë këtë gjë po e bëj nga vetëdia, nuk po e bëj nga logjika. Po vë vetëdien, pra po vë intuito në punë, po vë energjinë femërore, në bashkëpunim me energjinë maskullore, duke vepruar. Pra po e bëj nga një vete shumë e lartë dhe në vete shumë të qetë. Dhe jam shumë e lumtur kur unë dal në YouTube, flas dhe videot e mia pëlqehen dhe marr komente për mesazhin që kam përcjell. Sepse, ashtu siç mua më shërbyen të gjeja, kur kam dëgjuar intervistën 2 orë të një Anita Moriani për shembull, dhe kam gjetur në 2 orë intervistë, më ka bërë klik një fjalë, atëherë, apo shumë të tjerëve që unë kam dëgjuar edhe që vazhdoj të dëgjoj dhe më bën klik pikërisht atë që unë vërtet informacionin, dijen, e kam riprogramuar në sistemin tim nervor, në qelizat e mia, sepse unë kam pastruar gjithë sistemin tim nervor të shkuarës dhe kam integruar të gjithë informacionin e ri, atëherë shpesh herë, sepse është një moment pastrimi dhe integrimi i një të reje, ne gjendemi në disbalans dhe kur ne jemi duke studiuar, duke shkuar në për trajnime, në për ritrite, atëherë ne na bën klik diçka që nuk e kemi gjetur zgjidhje. Apo nga një mentor. Na bën klik pikërisht ajo që nuk na ka gjetur zgjidhje. Pra në këtë rast po flisja për veprimin. Pra unë guxova, veprova dhe kjo më bën të ndihem mirë. Sepse unë po ndihmoj veten time, por po ndihmoj dhe personat e tjerë që kanë nevojë për t'i frymëzuar nga eksperienca ime. Sepse jo më kot sfidat kanë ndodhur në jetën time. Jo më kot unë gjeta rrugën e zgjidhjes. Jo më kot unë nuk rash në frekuencë, në survival mode, pra në mbijetesë, por zgjodha të ngrihem, të qëndroj në një vete të lartë për të tejkaluar sfidat, duke besuar dhe duke i ndjerë dhe duke i pranuar me shumë dashuri. Dhe jo në një fjalë goje, por duke punuar në mënyrë të përditshme. Që kur hap syt, në mëngjes, e deri sa shtrihem në krevat. Pra, asnjë nuk ta sjell në tabaka suksesin. Suksesi qoftë shëndetësor, qoftë karrierarist, qoftë familjar, pra që të kesh një familje të qetë, të paqë, të shëndetshme, të lumtur, duhet të punosh, të japësh, të veprosh, bashkëpunim energji femërore dhe maskullore. Që të kesh shëndet, duhet të veprosh. Jo të ushqehesh nga mëngjesi deri në darkë sepse janë të lejuara përderisa autoritetet ushqimore, institucionet përkatëse i kanë lejuar këto ushqime që të tregtohen, do të thotë që janë për të konsumuar, por nuk duhet i egzagjerojmë. Qoftë alkoolin mund ta konsumosh, por në mënyrë shumë të moderuar, qoftë një ëmbëlsirë mund ta konsumosh, por në një mënyrë shumë të moderuar, po edhe nëse të hahet një patatin haje në mënyrë shumë të moderuar, pra, por edhe
por në jetën tënde të përditshme ke një listë ushqimeve që ti gatuan vetë, sepse dhe kur gatuan hyn tek pjesa e lëvizjes, e veprimit. Edhe pra ideja është që ne duhet të jemi me ritme shumë të thjeshta ditore. Pra të vlerësojmë gjërat tona të vogla. Duhet të kemi kontakte me gjëra që ne na furnizojnë me energji të mirë gjatë ditës. Pra që aty ishte edhe momenti kur ne vendosim kufijtë e shëndetshëm. Duhet të kemi qëllime të qarta, projekte konkrete, qëllime se si do të organizoj unë ditën. Duhet të lëvizim, të ecim, të shkojmë në natyrë, të bëjmë stërvitje, yoga, por jo në mënyrë perfeksioniste, thjesht në një ritëm shumë të ngadalë, të balancuar. Duhet të kemi një ambient më inspirues. Edhe kjo do të na ndihmojë që ne të krijojmë një ditë të shëndetshme. Dhe kur them të shëndetshme, do të thotë shëndetshme nga ana e sistemit ton nervor, por edhe nga ana e trupit, pra edhe trupit ton, pra mendjen, trupin dhe zemrën. Sepse jeta në ditët e sotme është shumë dinamike. Ideja është që ne nuk duhet të rendim me një vrap kaq të madh, sepse në fund të fundit nuk kemi ardhur këtu në këtë tokë për të nuk na solli Zoti, na solli të zhveshur. Ne kur erdhëm këtu erdhëm lakuriq. Pra nuk kishim një marrëveshje që thuhesh se ti do bësh kaq para, ti do bësh kaq pasuri, ti do bësh kaq udhëtime, No. Na është thënë që ne duhet të jetojmë në paqe. Ne erdhëm të pastruar, erdhëm të paqë, të qetë. E kupton, kjo është ajo që ne duhet të jetojmë. Misioni jon është që ne të jetojmë në harmoni me të bukurën. Ky është misioni jon, të jetojmë në harmoni me të bukurën. Edhe kur diçka nuk na shkon mirë, ne veprojmë që të ngrihemi dhe mos ta mbajmë gjatë këtë emocion kaq të ulët, por të ngrihemi, të qëndrojmë lart dhe të gjejmë zgjidhje, të veprojmë. Ashtu njësoj si frymarrja, kur ne marrim frym, fillojmë dhe zgjerohemi, të kurremi, edhe pas ti e kupton që ti pas frymarrjes ke rilindur. E njëjta gjë është dhe jeta jon, pra ne qeshim, qajm, pastaj ngrihemi, qajm, qeshim, pastaj ngrihemi. Pra është një cikël që nuk e ndalojmë dot. Është një rreth. E njëjta gjë është dhe jeta jon. E njëjta gjë është dhe energjia jon. Ne energjinë tonë duhet ta mbajmë të balancuar. Pra të veprojmë në mënyrë shumë të qetë. Të guxojmë, mos të kemi frikë, mos të trembemi, sepse nuk kemi pse të kemi frikë. Thjesht duhet të guxojmë për të vepruar. Edhe kur dikush të mërzit, po a ja vlen të mërzitësh shpirtin tënd, veten tënde? Futu në dhëmë, nëse bën teknika frymarrje apo meditime, bëj qaj, dhe pastaj do vije qeshur edhe je ngritur. A ja vlen që ti të prishësh mjedisin tënd, energjinë tënde për një X person? Pastaj fillon dhe vendos kufi. Atë person ja thua në mënyrë shumë të qartë: kjo gjë që ti sapo bëre nuk më pëlqeu. Nëse vazhdon ta bësh përsëri, unë nuk të duroj dot më, por do më duhet të marr një vendim. Aman, vendimarrja duhet jetë shumë e qartë. A nëse ai e përsërit, ti merr një vendim, e fshin nga kontaktet e tua të person. Nuk ka pse të qëndroj më me ty,
por gjithmonë nëse ti je i qetë në komunikim, jo dhe dele dhe thua, shiko se kjo, no. Sepse dhe ti po bjen në energjinë e personit përballë. Ti duhet ja thuash në një vete shumë të qetë. Dhe nuk mund të gjykojmë persona, nuk mund të japim. Pra, nëse ne nuk na pëlqen një sjellje e tij, ne duhet i marrim leje. Më lejon të them një mendim, një rekomandim, po pa më gjykuar, pa më kritikuar, nëse nuk mërzitesh. Nëse ai të jep leje, ti mund t'ia thuash në formën më të butur. Për shembull, kjo gjë që sapo ti the, nuk më rezonon, për shembull, nuk është, më duket pak e tepruar, jo në lidhje me ty, për shembull, me biseda. Do më pëlqente që ta kisha thënë në një formë më të butë, për shembull. Po, por nëse thua shpirti im, ty të kam shumë xhan, por kjo që sapo the ti je shumë arrogante. No, ti ke rënë pikërisht në nivelin e atij personit përballë. Të dy jeni absolutisht në emocione të ulta, jeni duke vepruar nga emocione të ulta. Që ti të jesh, që vlera jote e brendshme të mbetet e pandryshuar, ja thua në formën shumë më të qetë. Por edhe të heshtësh nuk më pëlqen. Pra kur diçka nuk të pëlqen dhe ti mos të kesh guxim për të folur, këtu energjia maskullore po bie. Të heshtët, pra, ai s'më pëlqeu, ti vazhdon dhe ikën. Për shembull, një gjë që ai të lëndoi, ti nuk e thua dhe ikën. Jo. Ti duhet ja thuash, nëse ai është miku yt, që më vjen shumë keq, por kjo gjë që si sapo the, nuk më pëlqeu. Unë të kam shumë xhan, por dua që dhe ti të më respektosh, jo të më lëndosh. Dhe nëse ai vazhdon ta bësh përsëri, thua më vjen keq, por unë derisa unë nuk të kontaktoj më. Kur ti të kesh më ndryshuar, ja më kontakto. Kjo është forma më e duhur për ti, dhe ti je shumë e qetë dhe largohesh dhe nuk e ke mendjen sepse ai person dërli nga jeta jote. Ishte ndoshta duhet të dilte sepse po të pengonte, në energji nuk po të lejonte të ngriheshte. Pra ne duhet të jemi në balancë me energjinë tonë maskullore dhe femërore. Kjo është forma më e duhur. E solla këtë sepse balancimi të dy energji sjell një jetë të shëndetshme. Dhe kur ne jetojmë në një jetë të shëndetshme, ne jetojmë në harmoni. Dhe jetojmë në harmoni me çdo gjë rreth e qark vetes tonë. Pra jemi në krimtari, jemi në dashuri, jemi në lumturi, jemi në gëzim, jemi në miq të duhur, jemi në sukses, jemi në gjithçka të bukur. Edhe ndaj kisha shumë dëshirë që ta ndaja, ta përcillja këtë temë dhe pikërisht ndaj dhe simbolizova me pjesën e frymëmarrjes për ta kuptuar që dhe jeta jonë si frymëmarrja merr nxirr edhe rilind, e njëjta gjë është edhe zgjerim të kurrë dhe rilindje, e njëjta gjë është edhe jeta jonë, qesh qaj, ngrihu, por ideja është të qëndrojmë në harmoni, në balancë. As më shumë, as më nuk kemi pse të jemi dhe më shumë të butë, nuk kemi pse të jemi dhe shumë të sjellshëm, por duhet të jemi në raport të balancuar. Shumë faleminderit që më dëgjoni edhe që i pranoni me shumë dashuri informacionet e mia. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mrekullueshme.